4 orë më kanë bajtë. Pra nuk patë ndonjë presion, nuk patë diçka dhune, e theksuat në fillim apo jo? Po këto dhunë fizike nuk ka pas, mirë po vetë ndalesa tash 26 vjetë mbas edhe përfundimit luftës, është një lloj i presionit. Pra ju si u marrën ashtu masat e para që të informojë edhe zyra ndërlidhëse atje? Këto nuk e di, po si duket kanë marrë vesh prej familjarëve të mi që jam ndalu, dhe me njerë është angazhu Ministria Punëve të Jashtme dhe diasporë. A kemi ende në linjë zotin Agusholli, se më duket humbi rjeti. Zotin Agusholli, a mund ta përsërisni edhe një herë, ju lutem, pasi që humbi rjeti? Edhe një pyetje në falë. Isha duke pyetur se si u marrën masat e para në momentin kur ju u ndaluat nga autoritetet serbe, pra si e mori vesh zyra ndërlidhëse atje. Ju thatë në fillim që ishin familjarët tuaj ata që e raportuan si rast, apo jo? Po, familjarët e se unë isha në ato momente isha brenda në zyret e shërbimit sekreta, nuk e di që kam ju thonë atyre. Dhe familjarët me njerë janë angazhu edhe këta që i kishan vetur, po edhe tjerët që i kishan në shtëpi atje, dhe kanë lajmëruar me njerë zyrtarët e partisë, zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme, dhe ata janë angazhu me njerë edhe i kanë lajmëruar edhe shtetet e Kuintit edhe zyrat e Bashkimit Evropian. Çfarë saktësisht ishin pyetjet e tyre drejtuar juve, zoti Agusholli? Po, si se thash, kryesisht kanë qenë pse jam angazhu në politik, kur jam angazhu politik, pyetshin për këto rrethanat e përditshme kur bëhet koalicioni, me këndoni me bëj koalicion, pyetje koti veç me të mbajnë ndoshta kështu gjatë, se nuk është që kish diçka tjetër. Pra ju pyetën edhe rreth situatës në Kosovë, situatës politike. Po, edhe ata ishin të shqetësuar pse s'po konstituohet kuvendi jonë. Po besoj që keni arritur të dilni mirë nga kjo situatë, apo jo, zoti Agusholli? Po, çdo gjë është në rregull. Shpresoj të mos përsëritem këto ndalesa edhe për kolegët e mi ose qytetarë tjerë të Republikës Kosovës. Tash jeni rrugës për në Sloveni, apo jo? Po, unë e vazhdova rrugtimin dhe nesër gruaja vllaut e ka një operim